Maun është, do më thonë, kur dikujt I jap diçka, e ti s'dëmtohesh, ti s'hub kur gjë. Do në ja jap përfitimin e jo mallin. Për shembull të ndërvëzon. Dikush të thotë ty japta. Dikush thotë, je në klasë, në bank me dikën. A mund me jap çat mres të mri lapsin? Nëse ti jap mresën me mri lapsin. Jo më ta më fal, veç më dhon ta kthej atë. A hub ti diçka këtu? Jo kur gjë. Një 2 herë kam sill dhe do kryj punën. E Allah thotë, a si të se jap atë. Ne që se jap atje mallin atë. E si kthen dikujt mallin, po s'është në gjendje edhe më dhon dikujt minimumin e mundësisë përfitimit. Që kështë e marrë kërshje më në falbe, I kam dhe musafer, e po më du me bo një gjilë të madhe, s'kam tepsi të mjaftueshme. Me apë që të vështë të kryjtë, ta lajtë a këthejë. A dëmtohet tepsia nëse e bën një gjilë, a dëmtohet? Jo. O Allah, s'mon me të Allah se qa që është kopratës, që është jem në unë në ma unë. Do edhe përfitimin s'ja japë, lemo fitimin heqë se heqë, fitimin e s'ja japë kërkujt heqë, po asë përfitimin nga fitimin s'ja japë, apëtën. Qa që është kopratës, qa që është I keq, I liga, qa është I keq. Dikush me të vetë, për shambull, në falbe se që mi këtu e të rruga ku është, apëtën, për me shku, zdi, që si the, a e bërë që mi kalzohë. Parëm no, qa up ti mi kalzohë njërit, që sa të u, për shambull, qa up? Për I ligë është, se është I keq, që I keq, për që ta s'ka të zënë, edhe shika u dhe bila, sa I keq më në ko njëri, sa kopratës, sa I të mërshëm mund me konë në raport me tjerët, momenti ku nuk udhëhiqet me standardet e udhëzimit fetar atë. Me udhëzimet e pejgamberit alayhis salam, me udhëzimet e besimit në Allahun, e ditën e gjykimit edhe moralit e duhur. Pra të ndërrudhëzër, Allahu tha, a ke pa ato që s'beson ç'a bën? A ke pa ato që falet për sy e fal ç'a bën po? E ti si e që ke, inshallah, bidnina. E atëre pra, kur thot dikush, jo këta, e ke pa ti muslimanin ç'a bën? E, që aty kalzohu ti që I japë, e që aty në të me kalzohu. Jo, për shembull, këta që s'besojnë që shtu ja bojnë, pa ata që besojnë ty për që është singat për ja bojnë, ne u dhe billah. Allah në arrujt me qenë dëshmitar të këqi të besimit tonë, e të namazit tonë. Allah në bojnë dëshmitar të fuqishëm të ndikimit të mirë të besimit në Allahun të barekutala, në ndërtimin e raporteve të duhura me Allahun, por edhe në ndërtimin e raporteve të duhura me njerëzit,